sepse janë bërë pishmend, por çfarë do bëjnë tani? I kanë shkatruar të gjitha, nuk janë më riprodhues, nuk kanë organe gjinitale, nuk e ndryshojnë dot. Ka njerëz për shembull që u kanë ngelur, janë gra që kanë marrë shumë testosteron, janë kthyer kështu si burra, e kanë pranuar identitetin e tyre biologjik siç kanë lindur dhe kanë ardhur në një pikë thonë kam ngelur kështu si kërcu, nuk kthehem dot ashtu siç isha, ç'a ti bëj? Është e pandryshueshme. Gjifryj Baçe si tha. Po tani atë të mos bëjmë. Ne po i çojmë njerëzit në thertore, ne po i çojmë njerëzit në thertore. Elona ka një pikë që thotë, si ka mundësi që ju të thes tërkona kundërshtoni në sa që hapet ky po mohabet. sepse po i mbrojmë njerëzit ta pranojnë veten ashtu si ka krijuar Zoti dhe ju t'i shkatrojmë. Ore Zoti e ka bërë me dy organe, çfarë Zoti gabim? Jo, ajo është specifike. Ai interseksi është specifik, hajde ta trajtojmë nëse do të flasim për atë. Po nuk po flasim për interseksi, këtu po flasim për njerëz të bukur që i kanë të gjitha organet në rregull, siç i ka bërë Zoti, po janë të rregullt. Ajo që kanë problem. Ka bërë Zoti me dy gjëra. Jo, me një po them. Me dy o me dy? Po ai është problem thash, ata Hermafroditi i antikitetit grek. E ka zgjidhur edhe ajo ka zgjidhje. Jo, unë nuk po them që s'ka Ka një zgjidhje. Ai në strukturën e vet ka OXX, OXY. Po sigur e ka një konglomerat XAZ. Jo, ajo është tepër e rrallë. Në shumicën e rasteve kur ka dy organe gjinitale, bëm një diskutim çfarë do bësh? Që ishte një grua që kishte dy fëmijë të ndryshëm me dy burra të ndryshëm. Dgjoj, nëse lexon literaturën. Por nga literatura po i them, se s'po i them nga mendja. Tek biologjia këtë po them, ke XX, XY, po ke edhe deformime të tjera. Në çdo libër biologjik sa përqind atëherë po janë ata? flasim. Po janë nga protestant. Janë shumë pak. Jo, janë 0,000. Okej. As me 0 për këta që po flasim transgjinorë që janë të përmendur. Transgjinorët thonë që janë 1% natë. Po transgjinorë, po nuk është problem. Normalisht se pse t'ia futesh me kallash 1% do bëj. Ore ata që quhen vetë transgjinorë nuk është problem, problemi është që thjesht nuk i pëlqen trupi biologjik, mo është vetëm një moskënaqësi, nuk është problem interseksi tek këto 1%. Të mos jeni në paqe me veten është okay. Jo, duhet ta ndihmojmë të jetë në paqe me veten. Dëgjoj, ka dy qasje. Çfarë po flasim? Pranojnë ato mendimin tuaj. Po, ta ndihmojmë në mendim të pranoj trupin, kurse këto po e ndihmojnë prish trupin që të përputhet me mendjen. Okej, kjo është ide. Janë për klasë. Jo. Jo, lëre, mos u merr me kaun, merr çik me atë iden që do më thoshe mua, çfarë më the një gjë. Jo.